Gjithë këto që dalin për jashtë, rreth e qartë, kanë mullu durcin, jo më tregun, edhe mendojnë, vinë e blinë mallin marina dhe thonë që është malli jonë, prodhimi jonë. Faktikisht e na rroft që punojmë në përbanaqe, malli na rristogje. Edhe nuk paguajnë as taksa, as gjë, po këto nga bashkia, i marrin lekët për vete se nuk kanë numër banaku, ja ky për çmëllë, nga do ta marrë ai atë? Ai fut në xhep, akoma vazhdojnë e vjedhin. Sa vinë votimet, o burra i lejnë për jashtë. Sa fillojmë ankojmë ne i fusin 2 ditë marina prapë për jashtë. Nuk është mirë, se dhe ne pra të lek po dalim. Po majnë familjen. Kemi shkuar nga bashkia. Deri tani, kryetari i bashkisë nuk na pret. Nuk na pret për arsye se i ka dhënë leje vetë për shit në rrugët. Këto probleme janë këtu edhe 3-4 vjet, edhe më herët janë probleme të një pasnjëshme vit për vit apo ditë për ditë. Të paktën kushdo se cili nga ne duhet ta kuptojë. Nuk tregtohet jashtë në kushtet jo higjienike, në kushtet në të gjitha kundërshtim me rregullat. Dhe pas një lloj detyrimi ndaj bashkisë, kurse ne i detyrohemi bashkisë në bazë të rregullave. Dhe kjo është një neglizhencë shumë e madhe që nga kryetari i bashkisë edhe deri tek administrata që na mbulon neve. Të pastrohet rruga imësisht, komplet. Të bëhet një tregti e drejtë, të vija i të shesin atje prodhimet e veta, si të sheson. Po jo të dali këtu më rrugë, të bllokoj rrugët tu, nuk është e drejtë.